Tiranës i është duar dhe një tjetër terren modern futbolli në zonën e Picallës. Investimi i fushës së re me bar artificial u realizua nga Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me Akademinë Tirana Republic Football Academy. Në ceremoninë e zhvilluar ku morën pjesë përfaqësues të komunitetit sportiv, prindër dhe 10 fëmijë që do të stërviten në këtë impiant të ri, presidenti i FSHF-s Armand Duka theksoi se investimet në infrastrukturën sportive janë thelbësore për të ardhmen e futbollit dhe edukimin e brezave të rinj. Jam vërtet shumë i lumtur që jam marrë pjesë sot në këtë ceremoni inaugurimit të kësaj fushe, e cila nuk është thjesht vetëm një fushë futbolli me bar artificial, por është mendimi jonë për të investuar për ju dhe për gjithë bashkëpunëtarët e juaj, për të luajtur futboll, për të rritur sa më të gëzuar dhe për të edukuar sa më mirë nëpërmjet futbollit. Kreu i Federatës nënvizoi gjithashtu mungesën e infrastrukturës sportive në vend dhe nevojën për më shumë investime në këtë drejtim. Detyra e gjithë institucioneve është që të krijojë sa më shumë kushte dhe kemi deficite për infrastrukturë sportive dhe fusha futbollit. Por sot jemi domethënë në një rast të mirë, në një shembull që është për të ndjekur nga gjithë. Duke u ndalë dhe tek roli i prindërve dhe përfshirja e fëmijëve në sport, duke cilësuar futbollin si një mjet edukimi dhe socializimi, fusha e re në Picallë do të shërbejë për fëmijët dhe të rinjtë e zonës, si pjesë e projektit të Federatës Shqiptare të Futbollit 100 fushat, i cili synon zgjerimin e infrastrukturës sportive në të gjithë vendin.